Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se erdhët përsëri në kanalin tim. Unë jam Stamatina, për të gjithë që po më shihni për herë të parë. Dhe sot, pasi jemi rikthyer në Tiranë, do të kemi një video komplet ndryshe nga videot e tjera. Do thoni ju çfarë videosh është kjo sot. Si shihni nga mbrapa, kemi disa outfite, të cilat unë do t'i prezantoj, do t'i vesh, do t'ju tregoj. Janë rreth 7-8 outfite, në fakt. Outfite të cilat ndodhen aty pas, janë outfite të cilat vishen në përditshmëri, tani në periudhën e verës, dhe mund të përfshihen shumica në fakt e ngjyrave janë të bardha, siç dhe mbizotërojnë aty, por që kam bërë disa ndërthurje të tjera. Nuk e di, ngjyra e bardhë është e preferuara ime në verë, nuk krahasohet me asnjë ngjyrë tjetër, sidomos në përditshmëri, e cila është një ndihmë shumë e madhe për të përballuar diellin këto kohë. Gjithsesi, do fillojmë me outfitin e parë. Atëherë, kjo është veshja e cila unë kam veshur, është e para, tualet, është ky kropi i bardhë, i cili është pambuk, dhe është ky fundi i cili është i gjatë deri në fund të këmbëve. Dhe për ta bërë më të thjeshtë për përdita, e kam veshur me këtë kropin e bardhë pambukun. Për në darkë mund ta vesh me një krop i cili mund të jetë më ekstravagant, do thosha. Gjithsesi, më pëlqejnë shumë ngjyrat që ka ky fustan dhe është shumë i lirshëm dhe i rehatshëm për në stilin tonë të dashur, por dhe të nxehtë të verës. Ky është outfiti i parë, të cilin mund ta kombinoni me një çantë të bardhë, çantë të çandër afër meje. Dhe besoj se është perfekte për të pirë një kafe para dite ose dhe për të shkuar në punë, pse jo. Outfiti numër 2. Ky është outfiti numër 2, i cili është një kostum i bardhë, i lirshëm, lino, cilin e kam kombinuar, në fakt këtë e kishte vetë kostumi, dhe kam kombinuar me këtë çantën. Është super i rehatshëm. Domethënë nuk duhet i mungoj askujt një kostum i bardhë, lino, i lirshëm në garderobën e tij, sidomos për në verë, është perfekte. Dhe e mira që ka kostum është që pantallonat mund t'i kombinoni me çdo gjë tjetër, dhe përveç se kësaj bluzës. Kështu që të shohim outfitin në numër 3. Dhe ja ku është outfiti numër 3 me pantallonat e bardha dhe thjesht kam ndryshuar pjesën e sipërme, kam veshur këtë kropin roz, e cila ngjyra roz ju e dini shumë mirë që është, së mos për ne femrat është e bardha dhe roza, nuk e di. Unë e kam, i adhuroj, i dashuroj të dyja ngjyrat, i kam të pandashme. Dhe është një outfit ku ndërthuret dhe rehatullaku, por dhe bukuria, do thosha, sepse ky kropi është shumë i bukur dhe tregon belin tuaj, formën e belit, dhe thyen pak të gjerësinë që kanë pantallonat, sepse pantallonat janë goxha të gjera. Dhe kështu që, se mos më lën as flokët, që ta shihni mirë, dhe besoj se janë perfekte për të dalë, për të pirë një kafe, për të shkuar për shopping, për çfarë do lloj gjëje që ju dëshironi. Outfiti numër 4. Është kjo bluza, e cila është një bluzë elastike. Unë ja kam treguar kur e kam blerë tek Zara ose te Bershka, diçka e tillë. Ky fundi, i cili është shumë i lehtë si fund, dhe ka një material shumë të hollë, shumë të rehatshme dhe të freskët, do thosha. Dhe e mira e këtij fundi është që kur lahet nuk ka nevojë për të hekurosur, është shumë e rëndësishme kjo pjesë për mua, unë që e urrej hekurosjen. Ky është outfiti numër 4, të cilën përsëri e kam kombinuar me këtë çantë, duke qenë se e bardha kombinon me çdo gjë, por që zgjedhja juaj me çfarë mund ta vishni. Dhe besoj se është një veshje shumë e bukur, por dhe elegant për përditshmërinë tuaj. Dhe tani outfiti numër 5. Ky është outfiti numër 5, i cili është
ngjyrë bezh, fakt e kam kombinuar vetë sepse nuk janë bashk. Është ky kropi, i cili është si me të qëndisur, dhe këto pantallona të cilat janë shumë të rehatshme, shumë të lirshme dhe janë një material shumë i hollë që nuk të krijon as pak vap. Kam kombinuar përsëri me çantën, duke qenë se shkojnë, thjesht për të patur një ide më të mirë. Tani kemi outfiti numër 6. Ta shoh mirë, se shoh shumë ngjyra të bardha aty nga mbrapa, duhet t'i shohim pak ato. Okej. Ky është outfiti numër 6. Janë këto jeanset e bardha, cilat të fakti kam marrë tek Stradivarius. Dhe ky është një crop me ngjyra shumë të bukura verore. Dhe së bashku kombinojnë shumë mirë. Kam kombinuar me këtë çantën, duke qenë se kanë këtë shiritin e bardhë dhe si vjet ju e dini që sa më shumë ngjyra të miksoni bashk, aq më në modë është, kështu që aq më stylish është. Dhe tani do të kalojmë te outfiti numër 7 i bie, besoj. Outfiti tjetër është ky, cili është një fund jeans, bluzë e bardhë pambuku, një çantë ku mund të mbaj shumë gjëra, do thosha në krahasim me çantat që mbaj. Dhe ky është outfiti tjetër i cili është shumë i bukur si outfit, por që unë nuk është se jam shumë rehat me fundet e shkurtra, unë gjithmonë parapërqej fundet e gjata. Por që ka njerëz që të ndjen shumë rehat, shumë komode dhe gjithsesi, një fund jeans nuk duhet të mungoj kurrë nga garderoba jonë. Okej? Kështu që duhet. Këta outfitin mund ta vishni me shapka, mund ta vishni me atlete, mund ta vishni me sandale, me çfarë të doni juve. Tani kalojmë te outfiti tjetër. Një tjetër outfit është ky, i cili është me këto stili pantallonave me shumë xhepa, të cilat kanë dalë në modë, si vjet goxha. Dhe thjesht një crop i thjesht fare, mund të jetë çfarëdo lloj cropi, çfarëdo lloj ngjyre, unë e kam kombinuar në këtë lloj forme. Këto stili këtyre pantallonave janë shumë të rehatshme. Një fakti që janë shumë të holla dhe janë apostafat për kohën shumë të nxehtë në verë. Pjesa e dytë është fakti që janë me brezë të lartë, si dhe kanë shumë xhepa. Domethënë, pantallonat që unë mund të me dozuar të xhepa i adhuroj, sepse janë shumë praktike, sidomos në punënjerë. Si këto janë një stil që mund të quhen sportiv, por mund t'i vishni si të doni. Unë personalisht i vesh në punë, i vesh për kafe, i vesh për darkë, s'ka të thot ajo fare. Ky është dhe outfiti tjetër, të cilat po ashtu mund t'i vishni me atlete, mund t'i vishni me sandale, mund t'i vishni me shapka, si të dëshironi ju. Tani kemi outfitin e fundit. Te ky outfit do e gjija më shumë veten, do thosha për pjesën e fundit, sepse është fundi stili që unë mbaj, fundi gjatë, me ndonjë të çardhë dhe shifni. Ky është outfiti i fundit që unë do ju sugjeroja. Për disa arsye, për komoditetin që ka, fakti që je shumë rehat. Të veshje nuk do jesh në siklet të ulësh fundin, siç mund të jesh me fundin jeans për shembull, që unë e kam atë siklet. Dhe jam e sigurt që kjo do mbaj shumë më freskët se sa një bluzë tjetër. Si të duket shumë më klas.
Kjo ishte edhe video për sot, uroj që t'i ketë pëlqyer. Pres koment nga të gjithë juve, nëse ju pëlqejnë këto lloj videosh, atëherë më informoni që në videot e radhës të kemi sa më shumë të tilla. Pres komente ndaj veshjeve, cila pëlqeu më shumë, cila jo, dhe sugjerime që mund të keni, opinionin tuaj, çfarë dëshironi juve. Për të gjithë ata që nuk më kanë bërë ende subscribe, ju ftoj të bëni tani të klikoni te butoni subscribe, dhe në këtë lloj forme ju do të mund të shihni gjithmonë në kohë reale gjitha videot që unë postoj. Ju falenderoj shumë, ju puth fort dhe shikim në videon e radhës. Mua!